Gëzuar festën e Shën Pjetrit dhe Shën Palit, dy shtyllat e kishës, dy zara që ndryshuan historinë e botës, me fuqinë e Jezu Krishtit, me forcën e me dashninë e tij. E sot i kujtojmë të dy figura mallështore. Pjetri, peshkatari i Galiles, ai që Krishti e zgjolli me udhëheq kishën e tij, dhe Pali, ai që prej një përndjekësit të krishterëve u kthye në një prej predikusve më të mëdhenj të Ungjillit, ai që na jep shpresë se çdo njeri mundet me ndryshua kur e takon Jezusin e ringjallur e dashninë e tij. Pjetri u dërgua te bitë e Izraelit, ndërsa Pali u bë apostulli kombëve, i dërguam te pagant. E në letrën e tij, në Bibël pra, në letrën e Romakëve, kapitulli 15-19, çka thot Shën Pali? Ai dëshmon se kishte për hap Ungjillin deri në Ilirikum, deri në tokat tona të shenjte, po edhe Biblia fol për ne, se Shën Pali ka ardhur në tokat tona, na dëshmua mallnin, na dëshmua për Jezusin, na dëshmua për Zotin që na don aq shumë. Me predikimin e Pjetrit, Palit dhe apostujve tjerë, një perëndori e madhe si Roma u përball me një forcë që nuk kishte shpata, nuk kishte ushtri, nuk kishte pushtet politik, u përball me fjalën e Krishtit që ka autoritet. Roma e fuqishme, që sundonte me legjione, u përball me njerëz të thjeshtë që kishin vetëm besimin, kishin dashurinë e madhe e dëshminë se kanë pa Jezusin e ringjallur mas 3 ditësh në varr. Ata nuk e pushtuan Romën me dhunë, nuk e ndryshuan botën me luftë, e ndryshuan me predikim, me sakrificë dhe me dëshminë e tyne për Krishtin, se kanë lënë jetën për këtë dëshmi, se kanë shpall, se kanë pa të ringjallun, kanë shpall, se kanë pa në kryq, e sa kja 3 ditë në varr, e sa është ringjall, e ndër sytë e ty në ngrit në qiell, e se ka me ardhur me gjykuar gjallë të vdekurit. Për këtë dëshmi, të krishterët u përdoqën, u bërgosën, u vranë, vetë Pjetri dhe Pali lanë jetën në Romë. Shën Pjetri u kryqëzua me krye poshta, nuk jam ideje mu kryqëzua se Zoti jam Jezusin e kryq, me kryqëzoni mrapsht, me krye poshtë, se nuk jam ideje me vdekjen si ai. Do me tha, aq shumë e ka da Jezu Krishtin. Pali ka këtë qytetar romak, si pas traditës u ekzekutu që ja kanë prej kryet, se kapa, si me tha, nën shtetësinë e Romës. E me gjithat, as vdekja si ndaljoj me predikua, as vdekja nuk i ndaljoj me përhap lajmin e mirë se Jezusi i don e ka vdek për ta e është ringjallë me i shpëtu nga vdekja. Atëherë pyetjon, pse shumë musliman ignorant në ditën tonë sulmojnë e shajnë Shën Palin apo Shën Pjetrin e të gjithë figurat e mëdha të krishtarimit. Veçanërisht pyetja është pse shajnë Shën Palin, kur Shën Pali ka pru lajmin e mirë, ka shpallur Ungjillin në tokat tona. Ignorant pretendojnë se Pali ndryshoi mesimin e Jezusit pas një fakt historik, se pa Bibël, na s'kishim me ditë çka ka mësimi Jezusit. Atë lind pyetja shumë e thjeshtë. Nëse kërkojmë me ditë kush ishin mjekësit dhe apostujt e Jezusit, ku i gjejmë emrat dhe historinë e tyre? Ka me ditë na për Shën Palin, nëse nuk është Biblia. A i gjejmë apostujt e Jezusit në Kur'an, që nuk jep asnjë histori, as të Muhamedit e harro histori 600 vjetë për aty. Që do me tha, burimi historik me kuptua figurat historike, apostolike, edhe ato që janë në Kur'an, nuk gjendet në Kur'an, por gjendet në Bibël, në beslidhjen e re, ku përshkruhen apostujt, dhe lëvizja e parë krishterë, ku japën emrat e qartë. E në Bibël,
Pali paraqitet si apostull i Krishtit, du të ke dëshmua thirrjen e tij, të cilën e mori prej Jezusit të ringjallur. Lexoni Veprat e Apostujve, kapitulli 9, këtu është krejt historia e tij. Këta duhet me lexua çdo i krishten, këta duhet me lexua çdo njeri, e veçanërisht çdo shqiptar që me ditë kush ka ky njeri i madh që pruni lajmin e gëzueshëm në tokën tonë. Kurani nuk përmend apostujt e Jezusit, por përmend njekësit e tij, i qua havariunet, por nuk jep emrat e tyne. Pra, Kurani nuk na trego kush ishin këta, kush ishin apostujt e Jezusit, si kanë për emra, çka kanë bën, çka kanë predikuar. Atëherë pyetja është, ku i gjejmë këta emra? I gjejmë, siç thash, në Bibël. I gjejmë këta emra e historinë e tyne në Bibël. E gjejmë në historinë e Kish. Pali e apostujt tjerë janë figura që duhet me di çdo njeri. Kurani thot, vetë Kurani e thot, na i bëm ata që ndoqën Jezusin dominues mbi ata që nuk besuan deri kur? Deri në ditën e ringjalljes. Këta është sura 61, ajeti 14. Atëherë kush janë këta që ndoqën Jezusin? Kush janë ata që e përhapën mesazhin e tij? Kush janë ata që janë dominues deri në ringjalljen e tij? Historikisht dëshmia më e hershme dhe më e detajuar për apostujt, dhe për hapjen e krishterimit, vjen nga Biblia, nga Veprat e Apostujve, ku përshkruhet edhe kthimi i Shën Palit, ku Shën Pali paraqitet si një prej misionarëve kryesor, pasi që ka atakuar Jezusin e ringjallur, e ka nisë me jetua në hirin e tij. Por tash, duhem me qitë në dritë mashtrimet që folin islamistat ignorant që shajnë Shën Pjetrin, e veçanërisht e shajnë Shën Palin që shpall Muhamedin si profet të rrejshëm, se vetë Shën Pali thot, nëse edhe një engjëll nga qielli vjen e ju predikon një ungjill që nuk përputhet, që është kundër ungjillit që përhapëm na, ata dëshmitar që kanë pa Jezusin me sy, thot, atëherë ai njeri thot qoft mallkuar. Këta e thot te Galatasit kapitulli 1 vargu 8. E dëgjoni ironin pra. Disa burimet e hershme islame ka një tradit interesant për Shën Palin. Po për Shën Palin. Në komentet klasike mbi Kuranin, sura 36, vargjet 13 e 14, përmenden 3 të dërguar të një popull. E disa komentues i kanë lidhë këta me figura të krishterimit të hershëm. Atëherë të lexoj. Përmendju atyne një shembull të banorëve të fshatit, kur atyre u patën ardh të dërguarit. Kur ne dërguam të ata 2, e ata i përgënjeshtruan që të 2, atëherë i përforcuam me një të tretë, dhe u thanë, ne jemi të dërguar të ju. Do me tha pikës parit, me nësaj pa kjartë o Kurani, pa Bibël, je ky libër, Kurani, pa je libër, Biblën, s'ka kur farë kuptimit, o se vështira me lexua, o unë s'disi, për ata musliman se lexojnë, unë s'kish me kuptu gjanë këtë libër mos të disha Biblën, se, çfarë shkrimit o ky? Thot, i kanë dërgua 2, atë ne i kanë përforcua të tretin në një fshat, nuk trego kush është fshati, kush janë 2, kush është treti, çfarë tregimit është ky? Do me tha, nuk ka asni kuptim, por puna është se thot, janë dërguar në fshat, 2, ata i kanë, çka thot, i kanë përgënjeshtrua të 2, atëherë i kanë përforcua me një të tretin. Ta shpyetja, kush janë 2 e kush është i treti? Në traditën e transmituam në tafsirin e Ibn Kathir, për këtë ajet, thuhet se ata ishin të dërguam prej Jezusit, birit e Maris, të njerëzit e Antiokis. Antiokia s'ka ke pshat, ka ke qyteti malë në atë kohë. Në këtë tradit përmendet, çka? Përmendet se kush është i treti. U tha se i treti ishte Bulosi, Bulos në palin e arabisht. Edhe të krishterët
kur që folin arabisht u thonë Bulos Shëmpalit. Emrat e të dërguarve parë ishin Shamun dhe Juhana, do me tha Simoni e Gjoni. E i treti është Bulos, e këta tre janë dërguar në Antioki. Pra, si pas këti transmitimit e ruajtur në disa tafsire islame, tre të dërguarit e përmendun në ajetin 14, janë Pjetri, Gjoni dhe Shënpali. Për ata sot festoj me Pjetrin e Palin. Pra, Bulos i Pali lidhet me të dërguarit që janë të lidhun me misionin e njekësve të Jezusit, jo me armiq të Jezusit. Nuk thot se ka ndryshuar mesazhin e Jezusit, thot është i dërguar i Jezusit. Në shumë burime të hershme islame, Pali nuk paraqitet se një mashtrues që lufton Jezusin, por si një figurë e lidhun me përhapjen e mesazhit të Jezusit. Prandaj akuza se Pali e prishi fenë e Jezusit përballet me një problem të madh, sepse burimet historike e paraqesin Palin si një prej nxënësve kryesor që e përhapi mesazhin e Krishtit ndërkombë, ndërsa dhe këto disa tradita në tafsire islame e lidhin me misionin e njekësve të Jezusit, me havariunet, Bulos, Pali, që ka shkuar në Antioki e ka dërguar Jezusi. Pali pra nuk erdhi me ushtri, nuk erdhi me shpata, nuk erdhi me pushtet politik në troje tona, erdhi me predikim dhe e pagoi me jetën e vet lajmin e gëzueshëm të Jezusit. Një mashtrues kërkon lavdi, një mashtrues kërkon pasuri e pushtet si Muhamedi që ka atje hajn, e ka hajnua e 20% e hajnisë e tij, kur ka bën hajni ushtria e tij i ka atakuar atij. Pali s'ka ke hajn, Pali zgjolli për djekjen, vuajtjen një vdekjen për besimin e tij, për shpalljen e ungjillit. Atëherë pyetja mbet, a ka kuptim me quajt mashtrues një njeri që la jetën të predikua emrin e Jezu Krishtit, që vujti shumë me arë në troje tona, një njeri që ndryshoi historinë e botës, një njeri që dhe si pas burimeve të hershme islame, lidhet me ndjekësit e Jezusit, me havoriunet ata që ja i ka dërgua. Historia e Palit e Pjetrit nuk është historia shpatës, është historia e një mesazhi, e një grup njerëzish që përhapën ungjillin e Krishtit me dashni e lanë jetën për ungjillin e tij. Kjo pra vllazën është historia atyne që ka ndryshua Evropën, e me Evropë ndryshoi vendet ku shkuan evropian, Amerika, Australia, tanë vendet ku kje përparimi, e këto vendet tjera që kanë metën sheriatën, shekullin 6, që kanë jetë Muhamedin, edhe ato sot po gëzojnë teknologjin që ja u pruni bota e perëndimit. Për atas një musliman nuk ik në Arabi, iki në Zvicër, në shtet me kryq, që kanë flamurin me kryq, iki në Britani që ka flamurin me kryq, iki në vendet e krishtera, sepse shkojnë aty ku o përhap lajmi i Pjetrit e Shëmpalit, gëzuar kjo ditë e madhe. Amen.